Edhe ka politika, kemi dy deputet në Zvicrën, që më thonë Zvicrën federale, në Bern, që janë shqiptarë. Po. Kemi arrit shumë mirë. Unë thash e pak më herët cika që shqiptarët në Zvicër, po folim për Zvicër, në Sicilën e Lamie kemi një shqiptar. Muj me him bank e kina i menager një shqiptar, pa fol shqip dikon nuk e len. Sa her vinë cëre, pa dal dikush me fol shqip dikon është e pa mundur. Na kemi thonë gjua dytë në Zvicër është shqipja, mos me ditë shqip në Zvicër me të rrugës. A ndjehesh mirë? Po, bile këto vitet e fundit akoma dhe ma mirë. Jemi krenar, se jemi integru, se nuk është më qaja faza që kemi pasë në fillim 90-ta, që jemi kanë shumë. Po, se ti e ke ndje dhe ato si fëmi kur ke shku. Unë personalisht kom pasë shumë probleme gjetë një punë ose një zanat që kemi bërë atëherë, se jam pe Kosovës. Me kohën jemi integru dhe kemi punu për shoqërinë tonë që shqiptarët nuk e kanë qatë... Së është ky paragjykim ndaj shqiptarit, ma? Qashtu, sakt.